Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Ne ju kemi lëshuar një thirrje, sepse në kuvent dihet se nuk ftohet, thirrën kush ka dëshirë për të dhënë mendime, për të dhënë diskutime, forma se si mund të dalim nga situata. Ne kemi lançuar edhe 4 pika kryesore të këtij takimi që ishte i tha dhe Genci dhe që janë primare sot për trojet shqiptare. Etiketimi i Kuvendit Veriut është thjesht sepse ne veriorët jemi idhnuar me qëndrimin edhe 35 vjeçar të politikës shqiptare. Në këtë vit që jemi mrena, mund të thomë që acarimi më i madh i shqiptarëve ka qenë nga politika e re që po trajton veriun e Shqipërisë, me zero investime, me një pjesëmarrje shumë të vogël, ndoshta thon zero në pjesëmarrjen qeveritare, bile edhe ato qeveritarë që na gjestisin në përrrethe i dërgojnë nga jugu, edhe thjesht ne veriorët jemi bërë vetëm bukë ngrënës. Të gjithë ne sot kemi ardhur thjesht të lirë, nuk keni bindje as politike, keni ardhur si patriot, sepse patriotizmi ka thirrë gjithmonë shqiptarët. Patriotët kanë bërë kuvendet e mëdhenj që kanë mbet në histori. Nuk është nevojë ti për të menit gjithë ato që kanë pasur rezultate. Dhe ne mendojmë që nga ky kuvent edhe mund të kemi rezultate në rast se angazhohemi të gjithë së bashku. Është koha për t'i dalë vërtet zot vatanit. Dhe është ky vatani që sot kërkon ndihmën e neve të gjithëve, kërkon ndihmën e intelektualëve, kërkon ndihmën e edhe ndoshta tani edhe të moshës tretë, sepse 70% e shqiptarëve tani kanë kaluar në moshë tretë dhe po bëjmë më shumë zëllume ose po furnizojmë më shumë spitalet e farmacitë me shpenzimet tona se sa po angazhohemi në punët e përditshme. Shoh një shpopullim të jashtëzakonshëm të veriut, por edhe të zonës rurale të Shqipërisë, siç është Korça, Librazhdi, Peshkopia, Mirdita, Mati, Hasi, deri edhe Malësia Madhe, megjithëse edhe Malësia Madhe ka kushtet më të mira dhe si turizëm, edhe ato janë drejtim braktisjes. Unë mendoj që edhe nga ky kuvent ne të nxjerrim disa pika, disa konkluzione se si do të reagojmë ne së bashku. Dhe unë mendoj që ne të gjithë tani do t'jemi edhe një grup pune për të ardhmen, që të organizohemi dhe t'jemi të gatshëm, të përhershëm, pra një bërthëme e gatshme e kuvendit veriut, por që do të shtrihemi në kuvend kombëtar, shumë shpejt, t'i dalim zot vatanin në këtë formë. Ne e shohim çdo ditë që qeveria ma shumë po prish se sa po rregullon. Si t'i dalim zot kësaj prishje, këtyre shkatrimeve? Tani, ai që ka ndërtuar atë banesë, e gjithë e kemi parë me vëmendje se ajo banesë 2, 3, 4 nuk ndërtohet për një natë, se dikur ka qenë zakoni se po ndërtohet për 12 orë ose 24 orë, ta gëzosh shtëpinë, kanë pa thënë dirtit. Sot e ndërton, mund ta gëzosh edhe 10 vjet, e mas 10 vjetë vjen tjetri i madh, sa është i gjatë vjen e tashem. Kjo nuk duhet pranohet dhe do të jemi ne të kuvendit të përhershëm, të veriut dhe të gjithë Shqipërisë, që do të mblidhemi dhe do të jemi prezent në çdo aktivitet të dhunshëm të qeverisë. Ne nuk do të pranojmë të na qeverisin akoma bijit e komunizmit. Ne kujtuam se i luftuam ato komunista para 90-s, i zhdukëm, por i pasim pashuar në një dhjamosje të brendshme dhe tani masi pushur, masi hikun akullnojt, filluan na lulëzuan dhe na dolën këto bolshevikët e ri të diktaturës së parë. Atëherë çfarë do të bëjmë? Në rast se ne nuk i trajtojmë në mënyrë si bolshevik, nuk i trajtojmë si komunista, ato nuk janë vllazën me ne, kur bolshevikët nuk kanë qenë vllazën me ne, ato gjithmonë na kanë luftuar, trojet tona gjithmonë ato po i drejtojnë trojeve tona, Sazanin ja dham, Durrësin ja dham, ndoshta kanë synuar edhe zonat më të bukura turistike të Shqipërisë, po ne nuk do t'i lëmë ta i marrin. Atëherë çfarë do të bëjmë? Do të reagojmë. Reagimi qytetar do të jetë i përhershëm. Nuk do të presim më nga politika. 35 vjet kjo politikë na ka bë para marsh mbrapa ktheu. Para marsh mbrapa ktheu, hik shtëpia, natën e mirë të fusin një 2-3 bombë plagazi aty dhe kaq u kënaqem me 2-3 fjalime që mbajtën ata. Prandaj unë nuk do të zgjatem, po ndoshta do të flasim edhe do të shpjegojmë edhe më gjatë më vonë. Ne, sidomos në veriorët, kush ka ardhur, janë të idhnuar, janë të zëmëruar në maksimum
maksimum. E shoh që urrëtia e shqiptarëve është tepër e madhe për ta pas një diçka më të sakët në dorët e veta. Pra në dorë ne kemi atë dheu. Në rast se ne e marrim në dorë gjën e sot të vendit atë dheut, ne mund të bëjmë diçka. Ne mund të bëjmë diçka. Nuk mund presim më nga këto. As politikat mohet, as e djathtë, të dy kanë dëme të jashtëzakonshme. Ore, ne sot akoma prodhim 70% e energjisë elektrike të tërë Shqipërisë dhe nuk investon asnjë në infrastrukturë veriore. Komani ose Drini furnizon 3 katat e Shqipërisë me energji elektrike. Shkoni te rruga Vaudejës Koman, a dini si është? Edhe kuajt nuk kalojnë. Shkoni te rruga tjetër Kukës Peshkopi, komplet skandal. Shkoni te rruga tjetër Burrel Roshen, që me Ulçën e me Shkopetin lavdromi hidrocentralet e para Shqipërisë, që e kemi dhënë dritën atë dheu tonë të dashur. Dhe sot si është, nuk kalohet. Atëherë pse? Në Bulqiz, me mijëra minator, edhe dëmtohen gjatë vitit me aksidente. 1% shumë e vogël, nëse ke ndaj avokat fort ose nëse ke ndaj njeri tjetër dhe mund ta marrësh shpërblimin e jetës, po faktikisht një pjesë më e vogël e tyre shkojnë hups. Vdesin për minjera, fëmijët e tyre i lanë jetime për ta jetën. Tjetra, ndërtojnë në tanë bregdetin e Shqipërisë, ju a kemi falë oligarkve, dikur e kishim biodetin tonë, nësët nuk kemi ku ulemi, nuk kemi ku ngullim shadër, si thot ato blokmendet. Kështu që në rast se nuk bëjmë të fort, t'i zhdukim të blokmen, t'i zhdukim të oligark, t'i nxjerrim të na paguajnë ato që na kanë marrë, atë gjak që na kanë pirë. Ne do të nënshtrohemi tani jetën. Jo, ne mirëditor nuk jemi nënshtruar kurrë. Ju ta dini shumë mirë që vetëm në vitin 1953 ka hyrë komunizmi në Mirdit. Pra, kemi bën gati 9 vjet luftë kundra komunizmit. Dhe kështu që ju ftoj të gjithëve, ne e kemi një fletor aty, mund të shënoni emën, biemën, numrin telefonit, që të kemi kontaktin e përhershëm me ju, që edhe ju të jeni në kontakt përhershëm me ne. Stafi jonë sot për sot janë këto që do t'i prezentohem më vonë, por mendoj që këta janë të barabartë me ju, dhe ju jeni edhe stafi, ju jeni edhe mendimtarët, ju jeni edhe ideatorët që mund të bani një mrekulli. Pra mrekulli nuk e kemi ne, e kemi gjithë së bashku dhe ta realizojmë me shumë sukses. Në rast se dikush mrapa do të ketë dëshirë të flasë, edhe ne jemi të gatshëm, kemi mikrofon që do gjirojë në përsallë dhe do t'ua japim. Tani, unë kam çdo pyetje na drejtoni, kush ka dëshirë na drejtoni se do t'ju shpjegojmë çdo gjë të saktë. Pyetje provokuese nuk ka nevojë të na bani sepse ne nuk jemi as jurista, as shtetar që mund të japim zgjidhje. Thjesht ne do të japim mendimin tonë. Zgjidhjen do ta kemi të gjithë së bashku. Faleminderit.